Po vjen një natë që Dotër flitet gjallë. Toni largohet nga shtëpia më e famshme në Kosovë, por jo për t'u zhdukur. Jo për t'u harruar. Përkundrazi. Ai largohet për të hyrë aty ku dritat janë më të forta, ku emocionet janë më të mëdha, ku çdo hap shndërrohet në histori. Big Brother Albania 5, sonte në mbrëmje, në Top Channel, starton spektakli më i ndjekur, më i dashur dhe më i fuqishëm për të gjithë shqiptarët kudo që janë. Emisioni që nuk është thjesht televizion, por fenomen. Emisioni që bashkon zemra, ndes debate, krijon dashuri dhe lind legjenda, dhe sonte. Gjithçka pritet të marrë një kthes të madhe, Toni, një emër që la gjurmë pa bërtitur. Një karakter që fitoi publikun me qetësi, me urtësi, me sinqeritet. Ai nuk luajti për kamera, por kamera e donte. Nuk kërkoi vëmendje, por vëmendja e gjeti. Dhe tani, rruga e tij vazhdon nga Kosova, drejt Shqipërisë, drejt shtëpisë më të famshme në vend. Nuk është hera e parë që Big Brother na surprizon kështu. E kemi parë më parë. Vitin e kaluar ndodhi me gjestin, askush nuk e priste, por kur dera u hap, gjithçka ndryshoi. Dhe pikërisht për këtë arsye, sonte askush nuk guxon të thotë nuk ndodh, sepse Big Brother nuk paralajmëron, Big Brother godet, Big Brother surprizon, publiku po pret. Rrjetet po zjejnë. Emri i Tonit po përmendet gjithnjë më fort. A është rastësi? Apo është përgatitje për një hyrje që do të trondit shtëpinë? Sonte nuk është një natë e zakonshme, sonte nis një histori e re, sonte mund të hapet një derë që do të sjellë emocione, lot, përplasje dhe dashuri. Nëse Toni hyn, nuk do të hyjë si një banor i zakonshëm. Do të hyjë me peshën e pritjes, me dashurinë e publikut, me historinë pas vetes. Do të hyjë për të treguar se disa njerëz nuk largohen kur vërtet, ata vetëm ndryshojnë skenë. Të presim deri sonte në darkë, të mbajmë syt nga ekrani, të jemi gati për surpriza, sepse kjo natë premton shumë, sepse Big Brother sapo po fillon. Dhe sepse Toni mund të jetë surpriza që ask